që simbolik e ndyrë është. Se tha jo kulla, po e disa janë e diti, shumë mirë sa janë hapur, brapa, ase ati furiku që ka bërë. Janë hapur gropa, pas të një parë. Si Neritan Liçaj dhe kolegët e tij detyrën artin vazhdojnë ta ushtrojnë në një tjetër godinë. Po unë derisa kem frym, patjetër. Ai është ideja më brendshme. Po. Se më thonë, u futen politikë, jo. Asnjëherë s'keni për të parë në politikë zyrtare. Të tipit nuk e di, një parti, se bëj do, se s'jam natyrë. Në parlament ose në administrati e mund drejti, fare, se nuk më pëlqen. Por qytetari bërje, që do të thotë eksaktësisht fjala politikës, qytetari bërje, ato do ta bëj të rjetën, sa të kem frymë. Pse je kundër Rama-Burg, Berisha-Burg? Pse nuk të ngjit kjo thirrje? Shiko, do them një gjë. Dhe është e rëndësishme kjo që po them. Në 90-ën studentët, pjesa dërmuese, edhe unë kam qenë. Ishin fëmijë të nomenklaturës. Me prindër komunist, ushtarak, fëmijë brigadierësh, fëmijë kryetarësh kooperativësh, drejtorësh, drejt shejtan, sepse ata kishin më tepër mundësi të studionin. Fëmijët e shtresave të varfra mbaronin shkollën e mesme se ishte me detyrim, dhe kjo ishte gjë e mirë, shkonin punonin ose shkonin ushtar. Ata me biografi të keqe hasat ishin gjenit, ishin nuk afroheshin. Dhe një nga pikat që vunë studentët, pra këta fëmijët e nomenklaturës, ishin të dalin të burgosurit politikë, pra të dali opozita nga burgu. Ti do me fut në burg, ndërkohë që opozita është në burg. U sulmua shumë egër politikisht, njësoj si në 46-ën, u mbajt në burg lideri që është institucion kombëtar ai, të pëlqen s'pëlqen ty, ai është institucion 333 ditë. Dhe që është lider se i nejtën njerëzit aty. Këti derziut, po fut në rreth shtëpie, 3 ditë ka për të nejtë shoqja Ramës. Ati i nejtën aty. Pse s'është lider? Atëherë, ku të shkojnë në burg? Pse do të shkojnë në burg? Më falë, po që kuptim ka? Shiko është dallimi? Pra, fëmijët e nomenklaturës kërkonin liri, demokraci dhe të dali opozita nga burgu. Këta tani thotë jo Berisha në burg. Pse? Se duan, po jo më daj, se funksionon kështu. Dhe faktikisht, ky budallëk, që janë shumë pak vetë aty, ka largu njerëzit. Ky është shkaku i vërtet se një pjesë janë distancuar. Se masa gri nuk janë idiot. Masa gri është masa më inteligjente e qytetarëve. Thotë urdhëro. Po ikmor, se shpërzihem unë me pa moral. Një protest duhet ketë moral. Ne studentët dhjetorit kishim moral dhe ne kishim Tyta Kalashnikovësh dhe Berne dhe Bërbau. S'të falë taj. T'jep të ordin për zjarë. Na kishte bërë krunde për pulat. Por atë e të rathun vetët, dolën bashkimet profesionale, dhe aty ra një regjim i egër për një javë, se pa që ishte populli kompakt. Tani që këtit po i bëjnë gjëmën, është e njëjta situatë, tani po i bëjnë gjëmën socialistët vetë, është e njëjta situatë, jo, vazhdojnë, po janë ngritë socialistët, është shenjë shumë e forta, e le që thotë Rama edhe s'ka njës të vetë rotull, është shumë e forta e kur i digje tesra, se ti e di si janë militantët. Okej, për Poliçanin edhe për bashkitë e tjera. Ore, edhe të tjerë që s'kanë ndjek tesrën, po i kanë dalë kundër, kanë thënë boll. Si që dolën bashkimin profesionale Ramiz Alis, më thonë. Bashkimin profesionale ishe vegël e partisë. Bashkimin profesionale. Kur i dolën dhe ata kundër, tha, këtu së nuk ka shu dot. Edhe aty u dorëzuaj, kur doli gjithë. Klasa punëtore, gjithë populli aty në shesh u dorëzu. Kurse këtu, me këto lëre që bëjnë këta majtistët, kryesisht këta. Edhe sorosistët kanë largu njerëzit. Dhe absurdi më i madh është që ti je në protestat e opozitës. Në ato je. Për ato që ka kaq vite opozita që tërheqën zvarre, çfarë s'kemi ngrënë, gazin na u bë kështu domethënë, ku ka qi gaz mëse na mori malli. E plum gome, shkopinje, zvarre, police, drone, përgjohe, fut gangsterë, kërcënohe, çfarë s'kemi heq. E merrni me mend vet. Për këto gjëra kemi. Pra ti ke dalë për ato gjëra për cilët opozita është masakruar gjithë këto vite. Pra ti je në një protest opozite dhe je një protest opozitare. Atëherë pse nuk e pranon opozitën? Pse e sulmon? Jo, nuk e sulmon. Se sulmojnë popull, janë ata histerikët e Arlim Qorit, këta. Ka përçarje? Me qenë se ju dini përpiqen ta përçajnë, shiko. Në protestë, me thënë është folur për qeta, është folur për grup rebelësh. Le thjen. Gjëja për cilën unë jam krenar, që po ndiqet dhe te balkoni i Berishës, unë ndoq modeli teatrit kombëtar për ditë aty dhe horizontale. Pse e kapi Lul Bashën në çadrën e Rama? E kapi se kishte kryesi. Pam, hop, e shkriju. Se të korruptonaj, po ti po kryoj, po të teatri, kjo tentua nga këta OIF-t, janë po tjitit legena që janë aty te mikrofonit.